Lionel Messi, me një pasuri për $850 milion, është jo vetëm një legjendë e fushës, por edhe një ikone e jetës ekstravagante. Ai zotëron disa prona dhe objekte me një vlerë të jashtëzakonshme, që tregojnë shijen e tij për gjërat më të mira. Pikërisht në këtë video do të flasim për 10 gjërat më të shtrenjta që Messi ka në pronësi. Messi zotëron një avion privat Gulfstream V, që kushton rreth $15 milion. Ky avion është i personalizuar, ka numrin 10 në bisht, numrin e tij të famshëm, dhe emrat e fëmijëve dhe gruas së gdhëndur në shkallët e hyrjes. Me 2 kuzhina, 2 banjo dhe vend për 16 pasagjerë, Messi udhëton mes Argjentinës, Spanjës dhe SBA-s me komoditetin maksimal. Kjo Ferrari klasike e viti 1957 është makina më e shtrenjtë e Messit, me një çmim për $36 milion, e bler në një akant ku ai mposhti Cristiano Ronaldon. Kjo makinë me motor V12 dhe shpejtësi deri në 300 km/h është një thesar i vërtet për koleksionistët. Një tjetër xhevair në garazhin e Messit është dhe Pagani Zonda trikolore, që kushton $2 milion. Kjo makinë italiane me dizajn unik dhe motor V12 është e prodhuar në vetëm 40 njësi, duke e bërë super ekskluzive. Në Castel del Fels, pranë Barcelonës, Messi ka një vilë luksuze që kushton $7 milion. Me pamje nga deti mesdhet dhe malet, shtëpia ka pishin, palestër, teatër privat dhe spa. Ai ka shpenzuar edhe $2 milion për rinovime, duke e kthyer në një parajsë familjare. Kur u transferua te Inter Miami, Messi bleu një shtëpi në Sunny Hills Beach, Florida, për $10.8 milion. Kjo shtëpi buzdetit ka 4 dhoma gjumi, terrasë të madhe dhe pamje mahnice të oqeanit, ideale për pushim. Kjo makinë sportive gjermane me motor V8 dhe shpejtësi deri në 320 km/h kushton $642.000. Me krahun e pasëm që ngrihet automatikisht, është një nga makinat më të bukura të Messit. Për pushime, Messi ka qirajzuar jatin Minon, një mrekulli rreth 25 metra e gjatë që kushton $50.000 në javë. Me 4 kabina dhe sytë kryesore, është perfekte për lundrime me familjen dhe miqt. Falë sponsorizimeve me Barcelonën, Messi ka një Audi R8 V10 që kushton $158.000. Me shpejtësi deri në 320 km/h, kjo makinë është ideale për një yll që pëlqen shpejtësinë. Për udhëtime familjare, Messi zgjedh Range Rover Vogue, një SUV komod i gjerë që kushton $200.000. Është makina më praktike në koleksionin e tij. Messi zotëron zinxhirin Mim Hotels, me hotele në Ibiza, Majorka dhe Andorra. Hoteli Mim Baqueira, një resort dimror me 141 dhoma, vlerësohet në miliona dollar dhe është një investim i zgjuar.